Xhamat, jemi në muajin Shawal. Prandaj shfrytëzoni rastin brenda këtij muaji. Kështu që kjo të ndërlidh me Ramazan dhe ti ende fillojsh të qëndron, është prej sunetit të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, duke na thënë: "Men sama Ramadan thumma atba'a sittan min Shawal kana kasiyam ad-dahr." Që do të thotë, kush agjëroi muajin Ramadan, pastaj e përcjell me 6 ditë, e ka shpërblimin po sikur të kishte agjëruar tërë vitin. Prandaj agjëroni e mos i humni këtë ditë, nga se të llogaritet sikur që ka agjëruar tërë vitin, komplet. Është më e mira që të agjërohen borxhe nëse ke, prej fazave të Ramadanit që të kanë kaluar, është e pëlqyeshme. Po nëse ke filluar me Shawal, nuk është problem. Vazhdo me Shawal, agjëro Shawalin, pastaj edhe borxhet që i ke. Nga se ai i cili e ka prish gjatë muajit Ramadan, sigurisht që ka pas arsye, ka pas ndonjë problem, smundje, dhimbje, ka marrë ndoshta barna, apo ka marrë injekcion apo infuzion, dhe ajo ditë mund të kompenzohet edhe me 2 tjerë. Nga sa ai përsëri konsiderohet prej agjëruesve të muajit Ramadan, apo gratë në ciklin e tyre nuk kanë mund të agjërojnë, nga sa ata e kanë të ndaluar në kohën e ciklit të agjërojnë, por i plotësojnë ditët pas muajit Ramadan. Është përparësi të më mirë të agjërohen borxhet, por sidoqoftë nëse agjëron Shawalin dhe ke frikë që në muajin Shawal nuk do të mund të arrijë ato 6 ditë duke agjëruar tek e tek, agjëroj. Nga sa Aisha radhiyallahu anha, ajo e mbaronte Shawalin në muajin Shawal dhe pastaj e shtynte borxhin për në muajin pas Shawalit, thuhet se edhe i ka shtyr deri në muajin Shaban. Mirë po sidoqoftë, dietarët thonë, më mirë është borxhi të kryet, të mbarohet. Nga se ku e di ti sa e ke jetën, e të llogaritesh për ditët që nuk ke mujt me agjëru. Sigurisht që borxhi ka gjithmonë përparësi, e kështu që t'japim përparësi çka kemi borxh mes neve dhe mes Allahut, nga se ky borxh nuk lahet me parë në ditën e Kiametit. Prandaj vëllezër, shfrytëzoni rastin, jemi në muajin Shawal, është java e parë, kush do në agjëru, 6 rresht i agjëron, kush do në tek e tek i agjëron, kush do në tanë tete i agjëron, në fund të Shawalit e mbaron, apo në fillim të Shawalit nuk ka as një pengesë, por pastaj borxhin mos ta lënë që të jep shumë afat gjatë.